I pamëshirshëm Christian Prenga thyen kundërshtarin në 30 sekonda në raundin e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Christian Prenga është treguar i pamëshirshëm në ndeshjen e fundit. Boksieri shqiptar në Atlantic City të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka mposhtur më pak se 30 sekonda kundërshtarin amerikan i cili kishte pritshmëri në këtë përballje. Mjaftuan disa goditje tepër të forta në hije që Brandon Carmack të dorëzoi. Pasi e nisi vrullshëm, amerikani mori mësime nga boksieri shqiptar i cili e fitoi ndeshjen shumë më lehtë se sa pritej. Me këtë triumf, Christian Prenga e rikonfirmoi veten si një nga boksierët më të pamëshirshëm kur vjen puna tek nokauti. Të 19 fitoret në karrierë Prenga i ka me nokaut. Triumfi i tij ndezi dhe elektrizoi arenën e boksit Ballis Atlantic City, ku shqiptarët e Amerikës e duar trokitën me krenari të madhe bashkëdhetarin e tyre. Fitoria e Prengës jo vetëm e rrit rekordin e tij personal, por edhe forcon pozicionin e tij si një prej emrave më premtues të boksit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Pas triumfit, ai reagoi në Instagram duke ndarë lajmin e mirë dhe duke falenderuar Zotin dhe të gjithë ata që e përkrahën. Prenga është vendosur nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po zhvillon një karrierë të mirë duke regjistruar vetëm një humbje. 32 vjeçari gjithmonë paraqitej në ring me flamurin kuqezi. Prenga pësoi një humbje të hershme në ndeshjen e 5 karrierës së tij. Ai pësoi një humbje pikësh dhe në fund një humbje pikësh ndaj holandezit të trajnuar Giovanni Auriemma. Fitoria më e madhe e Prengës në karrierën e tij deri më tani ishte kundër portierit amerikan Joey Dawejko. Prenga fitoi me ndërprerje në raundin e 5 pasi Dawejko u ankua për një dëmtim në biceps. Është bërë një nga shitësit më të mirë të biletave në New Jersey.